Ky objekt me përmasa të mëdha i ndërtuar me disa kate ja ka zënë pothuajse tërësisht pamjen nga ana perëndimore e kishës. Sipas raportimeve, kjo leje ishte lëshuar pa pëlqim nga institucionet e trashëgimisë kulturore. Nuk është në zonën e mbrojtjes, ishte po pluhon pa nevojë. Jemi këtu në Pej, pranë kishës katolike, kisha e Shën Katerinës, pranë saj është një objekt shumë katësh, ndërtimi i të cilit është bërë cak i hetimeve për dyshime për shkelje ligjore dhe korrupsion. Ky objekt është ndërtuar nga kompania Intern Investment Group SHPK. Ky objekt me përmasa të mëdha i ndërtuar me disa kate ja ka zënë pothuajse tërësisht pamjen nga ana perëndimore e kishës. Sipas projektit, objekti përbëhet nga 2 bloqe me gjatësi mbi 70 metra, ndërsa distanca mes tij dhe kishës është rreth 10 metra. Në pamjen paralele, edhe kampënorja e kishës rreth 27 metra e lartë, mezi të kalon lartësinë e ndërtesës. Kompania ishte pajisur me leje ndërtimi nga Drejtoria e Urbanizmit në Pej e udhëhequr nga Artan Albani. Sipas raportimeve, kjo leje ishte lëshuar pa pëlqim nga institucionet e trashëgimisë kulturore, edhe pse parcela ndodhet në zonë të mbrojtur. Edhe rënimi i objekteve paraprake ishte bërë pa këtë pëlqim. Pas zbulimit të rastit, institucionet e trashëgimisë kulturore kishin kërkuar pezullimin e lejes, duke udhëzuar investitorin që të pajise me leje nga Instituti i Kosovës për mbrojtjen e monumenteve përmes procedurave përkatëse. Sipas ligjit për trashëgimi kulturore, çdo ndërhyrje që ndikon në vlerat e një monumenti kërkon leje të shkruar nga institucioni kompetent, ndërsa zona e mbrojtur përfshin zakonisht një perimetër prej rreth 50 metrash nga monumenti. Po ashtu ndalohen ndërtimet që cënojnë pamjen dhe integritetin historik të tij. Për këto arsye, rasti është duke u hetuar nga Prokuroria Themelore në Pej në koordinim me Policinë e Kosovës. Lidhur me këtë, zëdhënësi i Prokurorisë së Pejës Shkodran Nikçi ka deklaruar: ky rast po trajtohet në mënyrë intensive nga prokurori i shtetit në koordinim të plot me Policinë e Kosovës, përkatësisht njësitin për hetimin e krimeve ekonomike e korrupsion në Pej. Në këtë fazë nuk mund të ndaj më shumë informacione, ka thënë Nikçi për Insajderin. Pronari i këtij kompleksi, Ramon Shala, ka deklaruar për Insajderin se ndërtimi i tij është brenda standardeve ligjore. Deshta më pyet, a keni marrë pëlqimin e institucioneve të trashëgimisë kulturore për ndërtimin e objektit, pasi dihet që ndërtimi është në zonën e mbrojtur të monumentit? Jo, vazhdim, nuk është në zonën e mbrojtur, ishte po pluhon pa nevojë. Se është me leje, është 50 metra pikishe, duhet më koni kompromis 50 metra, jo nga ziti, se ziti është i marru masanej, nuk është mbrojtje, muri rreth e mreth. Se është i marru masanej, vitën e kalumi kanë marru shitore, dhe më thonë nuk është mbrojtje është pikishe, po kisha nuk është mbrojtje, kjo muri, është i qitur masanena. Kjo matët pikishe, dhe më thonë rripos 50 metra pikishe, dhe më thënë i kom në gjitha parametrat, në këtë regullat, në leje, në çdo sen, në s'po di çka po... Na e dim që e ke marrë lejen tek komuna për ndërtimin. Po, s'ma kanë shumë që më kanë shokat që më gjuhin. Mirë, po te institucionet e trashëgimisë e ke marrë, sepse sipas informacioneve që i kemi, pjesa perëndimore e kishës është zonë prej objektit juaj. Jo, nuk në zonë që u lyp mu largu 5 metra se pe rrugë, si shmojt, si ndjallë, dhe më thënë mu po kisha. Edhe ajo shihet total. Nisa nuk i nëzinë të fryma as pa mja kirës. So është të vërtet, Timota. Pse atëherë rasti është në hetim nga Prokuroria Themelore e Pejës? Nuk në hetim, po që kjo që u gazetarë po dalin, po bujnë polemika, atëherë ata patjetër duhet me këshyra a është në rregull, a çka është aty puna. Edhe çdo sen është në rregull, se nuk vojnë në sen e punë nuk është në rregull. Nuk i kërkuj asë një mu madon len, për që kom shqytëzia zdrerë, as i api kuj gjo, do më thonë nuk kemi edukumune, që një më rritë 42 vjetë në Ausri, nuk bëj këso për çka bëni jo, këtu në për Kosovë. Nuk është çështje polemike, veç për të pës a ke marrë leje prej institucioneve të trashëgimisë për me ndërtu atë objekt. Po, ti motë, i ki gjitha aty, shka një këshyrë në urbanizëm, i ki qko me gjitha, që nësë merë me direkt me to. Jënë pëndorë, për shumë që shkojnë një çka lypet për dokumenta për atyne. Po, edhe unë më duhet me kërku llogari prej pronarit të kompanisë, se ti je përgjegjës për kompaninë, unë nuk muj me i kërku punëtor. Po, dhe unë tash po tregoj. Unë jem parametra, sa duhet me ligj. Kërkohet maksimum 50. Unë do më thonë ka përceja parametrin që ka lypet me ligj, një. E dyta jem me kishën bashk. Mirë, po pse atëherë qendra rajonale e Pejës për mbrojtjen e monumenteve të ka kërku me u pajis me këtë leje?
Masi po thoni që jeni në parametrat e sakt. Ti motor, a ki po që është kjo puna në Kosovë. Për shembull me legjë është 50 metra. Okej, shka dikush të ja, është ziti, është muri aty, duhet muri, po nuk hin me këshyrë se muri nuk është mbrojtje. Ato që të marru me kurin motrat e kisht, do më thënë nuk janë mbrojtje, është vetëm kisha. Tash për shembull para një viti diçka, i kanë bërë shitoret para kishe. Apo kupton vetë kisha i ka marru shitoret, po nuk është mbrojtje. I lejohet atina për shembull kishë me marru se nuk është mbrojtje. Derisa kisha mund të marru shitore, mi dha me qira, ajo tregon se në bazë ligjet edhe kisha ka drejt se muri rreth nuk është mbrojtje, është vetëm kisha. Kampënorja e kishës, a është në zonë me ngjatësinë e objektit? Po ju vremoca, ju ka shkojnë aty në zonë frymen, në zonë pamen ato, edhe më mbliju të kushën se bëj vetë. Vetë se nuk kam dëshirë me u pamen baneve ku për që ta vijet më pa. Unë jemi largum, dhe më thonë, krejt pretesa tjera janë dhe një 10 metra dalë në rrugë para me, unë jam një mrena. Dhe më thonë, pjas një në sonë, dërtesa jame nuk e pengon kur gjo, nuk shihet. Shihet dërtesa tjera që janë ofe rrugë. Në 18 metra, disa mu ka duh mu largu, jë mi mrena që për që të arsye që ka do që vijet për rrugë, si ka të shkresht të spitali, si ka të bisht të spitali knena, që mos me pengu pa mjen e minares kishës. Unë shpedi qka po tash, apo këtan tash të i bojnë dikuj tjetër, për shamo që e kanë në arsytim që mjanon, ata po shkojnë pa në kohën, po tojnë se këtina e kanë shu mu makininon, në që se dikush janë dhanë pa mjen, i nëzojnë dërtesa tjera. Jo jamja, se jamja është estime mrena. Po kanë që mi bu magarit, vi binë samarit. Aten, si të mos na që jemi diaspor që vime ndëstu, automatikisht na nojnë që një pak neve pse kë. Të të një më dhe ma larkë, për që të syje në orë jurist, për Prishtine, të Kirs, që janë, edhe ata i kam qylizit dhe thanë për që të arsijëm hi me kishën bashkë të ndërtu, se dhe të orë i kom të Kirs. Që më pakon problem, për shamo, që nuk është nderush me mas pare, juristat e Kirs nuk më shindon drejten që me bashkëpunu, që më madhon token mu, që unë më ndërtu edhe ata mi marë banesat. A mundet me pasu problem ju, sa ta kanë qenë jurista Kirs, jo Prifti që është të po jënarë ata ti Prishtine. Ti Prishtine dhe me ta e kemi po kontratat, edhe që ata e kam këshyrë, dhe më thonë që lejohet, se nuk është në mbrojtje muri, se muri është maru masanena, kisha është me mbrojtje, pi kishe du të mu largu 50 metra, edhe nuk u zënë janë zonë pame. Për këtë arsye një mbros 15 metra mena, pi rrugë. Ministria e Kulturës përmes Qendrës Rajonale për Trashëgimi Kulturore në Pejë ka deklaruar për insajderin se me përgjegjësi të plotë si institucion kanë ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme konform detyrimeve ligjore. Duke pasur parasysh se rasti tashmë është duke u trajtuar nga Prokuroria Themelore në Pejë, ju informojmë se institucioni ynë që nga momenti i parë ka qenë dhe mbetet plotësisht i hapur dhe i gatshëm për bashkëpunim me prokurorinë duke respektuar në tërësi parimet e ligjshmërisë dhe transparencës institucionale. Megjithatë, referuar gjendjes faktike, konsiderojmë se ne si institucion duhet të rezervohemi në dhënien e informatave për shkak të mosdëmtimit të procesit të hetimeve nga prokuroria në fjalë, thuhet në përgjigjen e tyre. Gazeta Insajderi ka kërkuar sqarime edhe nga drejtoresha urbanizmit dhe mbrojtjes së mjedisit në komunën e Pejës, Artan Albani, por deri në momentin e publikimit të këtij materiali nuk ka marrë ndonjë përgjigje.